Shenjat më të pafata për muajin prill: virgjëresha, anullime, shtyrie udhëtime, shpërçarje dhe tensione. Sa më sipër e karakterizojnë prillin për ju dhe ju çojnë në lëvizje të nxituara, të cilat nuk do të kenë rezultatet që dëshironi. Mendoni përsëri, nëse keni lënë pas dore njerëzit që ju kanë mbrojtur, pranoni gabimin tuaj dhe pranojeni atë. Lëvizni me kujdes nëse dëshironi që marrëdhëniet tuaja të kenë paqe. Peshorja, pritem prishje në marrëdhëniet personale dhe profesionale. Nevoja për ekuilibër për ju bëhet më e madhe, ndërsa harmonia gjithashtu zhduket nga jeta juaj gjatë kësaj kohe. Ditët më të mira janë përpara, jeni të durueshëm. Ujori, eklipsi hënor në Akrep në 24 prill aktivizon sektorin tuaj të karrierës, duke ju sjellë sfida me prorët apo probleme me çështjet profesionale. Mërkuri retrograd gjithashtu shkakton përçarje në shtëpinë dhe familjen tuaj, duke kërkuar komunikim të kujdesshëm.